Simptomat e para të atakut në zemër gjatë dimrit, mos i injoroni. Nëse zgjoni me një ndjesi rëndese ose mbytjeje në gjoks, kjo nuk duhet injoruar. Një ndjesi e tillë menjëherë pas zgjimit mund të jetë një shenjë paralajmëruese serioze dhe kërkon kujdes. A ndiheni pa frymë dhe pas një ecje shumë të shkurtër dhe të lehtë, një ngulçim i pazakon gjatë aktiviteteve që i bënit më parë pa problem, mund të tregojë se zemra ka vështirësi të pompojë gjak. Edhe pse dhimbja në gjoks shoqërohet më shpesh me një atak në zemër, simptomat mund të shfaqen edhe në pjesë të tjera të trupit. Kushtojini vëmendje dhimbjes së pashpjegueshme në shpatullën e majtë, nofullën ose shpinë, pasi ajo gjithashtu mund të paralajmërojë diçka alarmante. Djersitje e pashpjegueshme. Djersitja pa ndonjë arsye të dukshme, siç është sforcimi fizik ose temperatura e lartë, është një tjetër shenjë për të cilën ju duhet të keni kujdes.